Një hetim intensiv i ndjekur me metoda proaktive ka çuar në pranga një 26 vjeçar, i cili akuzohet se ka mashtruar 10 biznese në jug të vendit, duke u hequr si zyrtar shtetëror. Operacioni i koduar The End u finalizua nga seksioni për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare në drejtorinë vendore të policisë Gjirokastër, në bashkëpunim me prokurorinë e rrethit. Shtetasi arrestuar, L.M., 26 vjeç, banues në Sarand, kishte ndërtuar një skemë të mirëfillt mashtrimi. Ai prezantohej pranë subjekteve tregtare si punonjës i institucioneve të rëndësishme kontrolluese, si IKMT, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, AKU, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Administrata Tatimore. Përmes këtij kamuflimi, ai ushtronte presion mbi bizneset dhe kërkonte shuma parash që varionin nga 200 deri në 600 euro për çdo rast, në këmbim të lehtësive apo shmangje së gjobave fiktive. Goditje finale e policisë ndodhi në qytetin e Sarandës, ku 26 vjeçari u kap mat teksa merrte shumën prej 56.000 lekësh të reja nga një qytetar. Grupi hetimor ka dokumentuar se brenda një kohe të shkurtër, i riu ka arritur të mashtrojë mbi 35 biznese në qytete të ndryshme, përfshirë Gjirokastrën, Tepelenën, Përmetin, Vlorën, Himarën, Orikumin, Fierin dhe Beratin. Policia e Gjirokastrit bëri të ditur se suksesi i këtij operacioni erdhi fal koordinimit të ngushtë me drejtuesit e IKMT-s dhe denoncimeve që qytetarëve. Shuma e parave e gjetur gjatë arrestimit u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Aktualisht hetimet po vijojnë për të zbuluar nëse ka persona të tjerë të përfshirë ose subjekte të tjerë të dëmtuar nga kjo veprimtari kriminale. Materialet i kanë kaluar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme procedurale.